Akoma nuk më hiqet ajo britma përpara konvikteve të studentave, më thotë që filluam protestën me thirrjen Jusuf Kadri Bardash. Ju arrestuat në 81-ën në Kërçovë. Po në Kërçovë kam qenë i arrestuar 60 ditë, edhe pse... Dhe ky nuk ishte arrestimi vetëm? Jo, s'ishte, janë... Edhe në mars të 1982? Gati kërët shumica e studentave që studionim në Prishtinë, kërët kanë qenë të arrestuar, por jo të gjithë kanë qenë të organizuar. Po. Do thot, prej tyre kemi qenë diku prej 150 studentave sa janë arrestuar në atë periudhë, mund të kemi qenë 10 të organizuar. Të tjerët janë arrestuar vetëm se janë studenta edhe nuk pranonin që të dënohen demonstratat e studentëve në Prishtinë. Tani, përkundër asaj që UDBA ka pas fakte që ne jemi të organizuar, mirë po e ka bërë të planifikuar, që të mos arrestohen të gjithë organizatorët, të gjithë të organizuarit brenda një viti. Por se cilin vit të ketë nga një grup të organizuar për të demonstruar forcë përpara shqiptarëve, se UDBA është e fortë, UDBA është... I di në gjitha. I di të gjitha. Dhe për këtë, jom vërtetuar që nga 81-shi, grupi jonë, në 84-ën është rrethu për të arrestu. Një pjesë i zunë në mëngjes heret në Prishtinë, kurse unë me 2-3 shokë nuk kam ndodhur në banesë dhe kam kaluar me njëherë në mëngjes në ilegalitet të thellë, në fshetësi të plotë. Të arrestimi ka ndodhur diku në maj të 84-s, unë jam arratis me një korrik të 84-s. Dhe jam kthyer tani, për shkak se duhet të qëndrojmë në vendimet organizatës, që ne Femiu Shabani dhe unë përfaqësonim këshillin organizativ si mekanizëm i organizuar, dhe pas vendimit për tu arratisur, kam qëndruar diku prej korrikut deri në fund të dhjetorit të 84-s, dhe tani sërish jam kthyer në Kosovë. Dhe kjo është periudha kur aktiviteti i jashtëzakonshëm ka qenë, sepse veçmo kishëm filluar lidhjet e humbura të Recep Malës, Nuj Berishës, Kadri Osmanit të rivendosen dhe organizata po merrte karakter gjithnjë e më të zgjeruar në të gjitha hapësirat shqiptare. Atë që thatë ju në 82-shën përsëri kam qenë arrestuar, por me rastin e përvjetorit të demonstratëve të 81-shës dhe në përkujtim, sepse ishën vrarë 3 figura eminente të televizjes son, Jusuf Gërvalla, Kadri Zeka dhe Bardosh Gërvalla, dhe akoma nuk më hiqet ajo britma përpara konvikteve të studentave, më thotë që filluam protestën me thirrjen Jusuf
Kadri Bardash, Jusuf Gërvalla, Kadri Zeka, Bardash Gërvalla, dhe një zonë aq i dhimbshëm, aq përkushtues që ishte. Dhe tani, gjatë defilimit, Vetëm na kanë deportu